e nderuar kryetare, unë sot këtu jam me autorizimin e Ministres Kusari Lila për të prezentuar projekt ligjin për masat e përkohshme të produkteve themelore në rastet e veçanta të destabilizimit në treg, apo ndryshe i quajtur si ligji për çmimet tavan. Një projekt ligj që nuk është vetëm përgjigje juridike ndaj aktgjykimit gjykatës kushtetuese, por edhe përgjigje politike dhe shtetërore ndaj një nevoje reale të qytetarëve të Republikës së Kosovës, që shteti të mos mbetet spektator kur çmimet e produkteve bazë dalin jashtë logjikës ekonomike dhe rëndojnë drejt për drejt mbi familjet tona. Ky projekt ligj synon të vendosë masa të përkohshme dhe proporcionale për produktet themelore në raste të destabilizimit të tregut, me fokus të qartë në mbrojtjen e konsumatorit dhe interesit publik. Pra kemi të bëjmë me një instrument të jashtëzakonshëm për situata të jashtëzakonshme, jo me një mekanizëm të përhershëm të ndërhyrjes në ekonomi. Për këtë arsye, ky projekt ligj nuk është pra kundër biznesit as kundër tregut të lirë, përkundrazi është ligj për rregull, parashikueshmëri dhe përgjegjësi. Është ligj që ndon kufirin mes fitimit të ligjshëm dhe kufirin pra mes abuzimit me rrethonat e krizës. Është ligj që jep qytetarit sigurinë se shteti nuk do ta lërë vetëm përballë goditjeve të papritura në çmimet e bukës, miellit, qumshtit, vajit, mishit, ujit, produkteve të higjienës e mallrave të tjera bazike të jetës së përditshme. Një nga karakteristikat kryesore të këtij projekt ligji është se ndërhyrja është ngushtuar në vetëm disa masa të domosdoshme dhe që janë të përkohshme. Projekt ligji konkretisht parashikon caktimin e marzhës tregtare për shitjen me shumicë dhe pakicë, si dhe caktimin e çmimit maksimal të lejuar. Kjo do të thotë se kemi hequr çdo teprim normativ dhe kemi ruajtur vetëm ato instrumente që janë të nevojshme për mbrojtjen e konsumatorit dhe interesit publik. Ky është një mesazh i qartë, shteti nuk po kërkon pushtet mbi tregun, por mandat të qartë dhe të kufizuar për të vepruar vetëm kur është e nevojshme. Karakteristika e dytë thelbësore është mekanizmi i ri rregullator, pikërisht për shkak të reflektimeve pas aktgjykimit dhe për shkak të kërkesës që ndërhyrja pra të mos jetë në kuadër të ekzekutivit. Projekt ligji e themelon bordin e pavarur për masat e përkohshme për rregullimin e çmimeve. Ky bord është organ i pavarur, është organi më i lartë vendimarrës në këtë fushë, emërohet nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe i raporton Kuvendit. Një element tjetër i rëndësishëm është përcaktimi i qartë i produkteve themelore. Lista e produkteve është e vendosur në vetë ligjin dhe përfshin kategoritë bazë si drithrat, mielli, buka, orizi, makaronat, vaj ushqimor, qumshti dhe produktet e qumshtit, uji, pemët, perimet, vezët, mishi, sheqeri, ushqimet bazë për fëmijë, produktet e higjienës personale dhe lënda e për djegje apo druri. Kjo do të thotë se lista e produkteve nuk ndryshohet me akte nënligjore, por vetëm me ndryshim të ligjit, ndërsa lista e nënprodukteve, pra të këtyre kategorive të lartë përmendura, mund të specifikohet me akt nënligjor në mënyrë që zbatimi të jetë më fleksibil, më teknik dhe më i përshtatshëm me realitetin e tregut. Sa i përket organizimit administrativ, është zgjedhur pra një zgjidhje racionale dhe e përgjegjshme financiarisht. Minti, përkatësisht Ministria, është parapart të shërbejë si sekretariat i bordit dhe të siguroj kushtet teknike e administrative për punën e bordit. Kjo nuk bëhet për të cënuar pavarësinë e bordit, por për të shmangur krijimin e një strukture të re administrative, birokratike, e cila do të kërkonte hapësira të reja dhe staf të ri, që do të sillte kosto të larta administrative të vlerësuara deri në 460.000 euro. Pra me këtë lëvizje po kursehen këto para, me qenë se Minti do të shërbejë si sekretariat i bordit. Në një kohë kur qytetarët presin efikasitet dhe jo fryrje të administratës, kjo përbën zgjidhjen e funksionalitetit, kursimin e paras publike dhe shmangjen e një burokracie të panevojshme. Projekt ligji është në përputhje me prioritetet e qeverisë, është pjesë e programit të projekt ligjeve 2026-2028 dhe është hartuar në bashkëpunim me institucionet relevante, si dhe pas konsultimeve edhe me odat ekonomike, shoqatat përkatëse dhe shoqërinë civile. Kjo i jep këtij projekt ligji jo vetëm bazën juridike, por edhe legitimitet institucional e politik. Të nderuar deputet, ju ftoj që ta mbështesni këtë projekt ligj, ta mbështesni si një akt të përgjegjësisë shtetërore, si një instrument për mbrojtjen e interesit publik dhe si zgjidhje të matur kushtetuese dhe të nevojshme për qytetarët e Republikës Kosovës. Faleminderit.